Leonid Radvinski, miliarderi dhe pronari i platformës së përmbajtjes për të rritur OnlyFans, ka ndërruar jetë në moshën 43 vjeçare pas një betejë të gjatë me kancer. Me dhimbje të thellë njoftojmë ndarjen nga jeta të Leo Radvinski. Ai u largua në paqe, thuhet në deklaratën zyrtare të kompanisë, ndërsa familja ka kërkuar respektimin e privatësisë gjatë kësaj periudhe të vështirë. Radvinski bleu shumicën e aksioneve të OnlyFans në vitin 2018 dhe luajti një rol kyç në transformimin e platformës në një nga modelet më me ndikim të biznesit digital në industrinë e përmbajtjes për të rritur. Platforma i lejon krijuesit të tarifojnë drejt për drejt përdoruesit për akses në materialet e tyre, duke u bërë një nga shërbimet më të diskutueshme të përmbajtjes së krijuar nga përdoruesit që prej kohës së Facebook. OnlyFans u themelua në vitin 2016 nga sipërmarrësi britanik Guy Stokely dhe djali i tij, Tim Stokely, duke fituar popularitet të madh për shkak të përmbajtjes për të rritur që nuk lejohet në rrjetet të tjera sociale. Platforma njohu rritje të ndjeshme gjatë pandemisë, ndërsa Radvinski së fundmi ishte në negociata për shitjen e 60% të kompanisë, në një marrëveshje që e vlerësonte OnlyFans në rreth $5.5 miliard. Raportimet tregojnë se një kompani investimi me bazë në San Francisco kishte nisur bisedimet për të udhëhequr ofertën, duke kombinuar kapitalin vetjak me rreth $2 miliard financim në formë borxhi. Deri në muajin shkurt, negociatat ndodheshin ende në fazë fillestare, duke lënë të hapur pyetjen mbi të ardhmen e pronësisë së platformës.